Të dashur bashkëqytetar, padyshim prezenca juaj sonte dhe në çdo vend banim gostivarit, në çdo lagje, qytet e fshat, ne jemi të bindur dhe na u lehtësuar edhe më shumë e gjithë ky obligim dhe kjo brengë dhe ky hall për arsye se bashkarisht jemi të bindur se do ta rumbullaksojmë me një sukses të jashtëzakonshëm, gjithmonë duke rrethuar numrin 4 për kandidatin për kryetar komune, numrin 4 për listën e këshilltarëve. Gjithashtu tritë e treja të qytetit vërtet kanë qenë të jashtëzakonshëm, të palodhshëm gjatë gjithë kësaj fushate, e veçanti dua të drejtohem edhe forumit gruas asamblesë, kandidateve për këshilltarë të cilët nuk janë ndalur çdo orë minutë kanë përcjell porosinë që më 19 tetor të materializohet, kapitalizohet referendumi dhe nga qyteti i Gostivarit të filloj festa dhe të jemi ne si beslidhje këtu për qytetin tonë një shembull se si duhet funksionoj bashkimi, unifikimi dhe padyshim goditja ndaj gjithë atyre cilët duan të na shohin të nënçmuar. Këto zgjedhje janë lokale, por shkojnë edhe përteja saj lokale dhe kanë një dimension tjetër, vinë në një moment delikat politik, kur ne të gjithë duhet të themi stop kësaj politik bërjes, si dhe këtij trajtimi të cilët u bën shqiptarëve në çdo institucion në shtet. Gostivarit dhe rrjedhimisht Çegranit dhe Forinës i mbetet kjo hisja më e madhe që të bëhet dallimi më i madh në vota. Dhe unë nuk dishoj as pak se ashtu siç ka qenë gjithmonë edhe tani Çekrani dhe Forina do t'i prinë fitores tonë të madhe më 19 tetor ditën e djetë. Do t'ju them një, liderët tonë u ulën dhe u bën bashkë. Dhe tani ne jemi një. Dhe rrjedhimisht kemi një numrin 4. Antaj do ju lus dhe do ju ftoj që çdo njeri i cili ka të drejtë vote, ditën e djetë, qoftë fqiu juaj, qoftë një njohur, qoftë farefis, merrni dhe dilni votoni krenarisht. Votoni për numrin 4 për Këshillin Komunal dhe votoni për numrin 4 për kryetar të komunës.